Në fakt dhe nga njoftimi i policisë u zbulua që policia kishte marrë vesh sepse shoferi kishte shkuar në spitalin e traumës. Jo, policia por janë raste përsëri ka marrë vesh sepse aty është rrezikuar dhe jeta e një qytetari që s'kishte lidhje. E një kalimtari? Po, është një automjet e shëlluar, pra një drejtues mjeti ka përkuar në momentin kur është zhvilluar ngjarja dhe sulmi dhe automjeti i tij ka marrë plumba. Ai nga frika ka shkuar është parkuar me gjithë automjet në parkingun e një qendre tregtare që ndodhet këtu pranë dhe aty pastaj ka marrë telefon policin, ka thonë ore kështu shumë qelluan, nuk e di. Dhe ky ka qenë kontakti i parë. Kontakti i parë ka qenë ky, jo i spitalit. Okej, jo. Me sa lexova unë nga njoftimi ka çuar babai vetë. Po e shpjegoj, e ka. Po të priste ambulancën, fëmia 11 vjeçar për shkak të plumbave në zonën abdominale do kishte humbur jetën nga gjakderdhja, patjetër. Është bërë një ndërhyrje shpejt, thjesht për ta mbajtur në jetë. Ashtu siç është bërë, ka qenë ende në kushte të rënda, ka ardhur avioni spitalor, ka marrë ka çuar në Romë kështu me radhë, aty ka filluar sërish trajtimi sikur kishte ardhur i plagosur nga fillimi. Është hapur prapë, është operuar prapë, jo vetëm ai, po edhe vllai tjetër që ka dëmtime të rënda në zonën e krahut. Ka informacion nëse e ka kaluar më të keq edhe mund të humbasi krahut. Mund të humbasi krahut. Po, mund të humbasi krahut. Vllai i madh, deri këtu. 17 vjeç. Pra këta janë në sagën e shumë ngjarjeve që ne na ndodhin me njerëz të pafajshëm. Ndoni sa na ka ndodhur me kamarier, e me banakier, e me njerëz të rastishëm në rrugë që kanë humbur jetën në Kavaj, Tiranë, në disa qytete të tjera, thjesht nga plumbat e pa adresuara, që edhe vetë ata nga njëra tentatorët, për shkak se janë në kushtet e lëndëve narkotike, në efektet e tyre, nuk i shikojnë mirë targat, po thjesht erdhi, hajde ta godasin, pa ditur kush është brenda. Tani ne s'do korrigjojmë këta, ata do të ikin burg, e po kundërshtuan rastet që mbajnë automatik me vete për goditur policinë që gjejnë pa antiplum, do të hapet zjarr, do të shkëmbehen zjarr dhe të shikohet mundësia çfarë do bëhet me këta njerëz, do azësohen, do arrestohen kështu me radhë, por nga ana tjetër ne kemi probleme shumë të rënda kur vjen puna tek jeta e qytetarit, sidomos atij të pafajshëm. Okej, dhe kjo ngjarje na tronditi shumë, se të paktën nuk jemi mësuar që të shtihet mbi fëmijët, mbi fëmijët të mitur. Gratë dhe fëmijët kanë një kod edhe vrasit që nuk i prekin me dorë, por ky rast na tronditi të gjithëve. Çfarë do të shtosh Eni, se dua të të bëj edhe një pyetje për Lezhën më pas. Nuk ka ndodhur asnjëherë pra që me që ishim tek varianti që tham që po përjashtohet, pra që qellohet mbi gratë dhe kanuni ndalon. Po thoja diçka pra për këto individ kaq brutal, sepse informacioni nuk mungon realisht. Pra, po të ulemi tashmë, unë mund të them në mënyrë private ty se kush janë po themi grupet apo individet që përflitet, ku rrin, ku janë zonat që operojnë dhe që po themi kanë edhe individet të cilët janë gatshëm qellojnë për qoftë për interes, pra për pagesë e tjerë me radhë. Dhe unë nuk po them që policia ka qenë pothuajse indiferente ka shik kësaj situate. Kanë përpjekur, po nuk ka një... Po s'paku vetë, mund të bëjë diçka këtu? Nisi dhe hetime vetë kryesisht? Edhe njëherë, po nuk e furnizojt paktën për rastet e krimit organizuar dhe tipologji, po patjetër mos pas njerëz janë të bespakur, patjetër. Shiko se çështja e grupeve kriminale nuk është diçka që ti do ta lidhësh me flagrancën. Duhen hetime, materiale dhe pas pak mund vihet veprim. Dhe po thoja që sot në çarkullim e di shumë mirë. Policia e shtetit, policia kriminale, ka individ me rrezikshmëri të lartë shoqërore. Janë nga këta kamikazët, që tha profesori, që qellojnë vende pa vende. Në lokal kanë një objektiv, qellojnë vranë atje ka arjerin edhe klientin. Edhe klientin, po. Pak ditë më parë për shembull, për 2 prej këtyre individëve, unë kam informacion, është zhvilluar një operacion tepër sekret. Diku në zonën e Tepelenës, po, për të arrestuar 2 individ të tillë, të etiketuar, janë lidhje afër shoqërore, familjare madje me njëri tjetrin, ka 2 individ. Që kanë bërë çfarë? Janë me masë siguri arrest me burg për disa ngjarje të caktuara, dyshohen për shumë më shumë ngjarje me background të rënd dhe me pasoja të rënda për rendin e sigurinë publike. Kanë qenë forcat RENEA dhe forcat speciale ato që kanë zhvilluar këtë operacion, por fatkeqësisht nuk është arritur që të gjenden, me sa duket nuk e di, ka patur dyshime për dekonsiderimin e tij me radhë. Informacioni ka qenë i saktë. Se ndodhej në një rrethin të zonës së Tepelenës, ka pak ditë që zhvilluar operacioni dhe nuk janë kapur. Pra, këta janë individ që janë shtuar shumë. Jo vetëm që janë shtuar, por me sa duket, pra, janë edhe të aftë, përveç se janë brutal, janë edhe të aftë për të shpëtuar operacioneve policore. Ndoshta s'është vetëm aftësia e tyre, është edhe dekonspirimi i policisë. Po marr
po marr rastin më të butë pa shkuar tek ekstremi, se kjo do të ishte pastaj fundi në rast se edhe kjo lloj kategorie ka informacion dhe ka burime polici që i mbrojnë dhe i mbështesin, pastaj kjo tu do të ishim në një tjetër. Kjo nuk është se s'ka ndodhur, Ferhati. Gjithsesi, ngjarja e Lezhës, vrasja e babait të Roam Brahimit. Ka këtu policia ndonjë autor të dyshuar, ndonjë pistë hetimi? Po s'ka dhe atje. A kemi një rikthim të grupit të Ervis Martinit duke qenë se Roam Brahimi njihet si një ndër armiqt e tij? Shiko, me sa di unë, i ndjeri Roam Brahimi, i cili u ekzekutua në Athinë, nuk ka padur vetëm një konflikt. Në këtë rast me të zhdukurin dhe të shumë kërkuarin e SPAK Ervis Martinit. Ka padur edhe disa konflikte tjera të hapura,